për spekulime normal. A ishe në dieni të fakti që nëna e Leonës nuk jeton më? I kërkoj falje se nuk jam kanë dieni, edhe jam tuni shumë keq. Jam prej zamës i thonë këto fjallën e kum pas për Gertën, do me thonë për mamin. Nuk e ki mamin këtu, nuk e ki po. Që vi them unë goca nuk e ki mamin këtu dhe s'ka fjallë. Unë e kum pas për Gertën, po. A sinqerisht nuk e kum dit, unë e po kërkoj falje prap që nuk e kum dit. Do me thonë... Okej, në një farë mënyre, le të themi, kërkimi faljes, nëse bëhet e ndjerë, është ndërgjegjësim. Okej. I kërkon falje se normale nuk e ka ditur, edhe unë gjithmonë thëmë, para se të flasim du të kafshojmë gjuhën. Po kjo qyqja natës, kjo qyqja, thjesht është si ai bari njom që digjet nga i thati. Kjo, lumadhja, thjesht po digjet nga alba. E them këtë pjesë, sepse le të them një farë mënyre kundrejt e Leonës, Alba e ka bërë si mashk këtë. Kjo është bërë pak si lodre e Albës. Se në qoftë se dëgjuat Leonorën, i tha shumë bukur, kam pritur që ti ishe shoqe me Leonën. Në një farë mënyre, në tingull, zëri, ose në kuptim, Leonora është duke thënë direktivat, duke thënë që shiko, je rrugë gabuar, ndryshon rrugë. Po nejse, gjithsesi, në një farë mënyre, falja është, okej, është gjithmonë është e konsiderueshme, pranohet kur kërkohet me sinqeritet. Por, shpresoj që mos të bëhet bajat. Në këtë rastin që kjo Benita nuk e dinte për të jëmën të ndjerën nënën e Leonës, nuk e dinte që kishte humbur patjetër që pranohet, se gjithmonë thëmë që du të kafshojmë gjuhën para se të flasim. Ndërsa ajo tjetra e lundrimit me këtë Klodin, për këtë do flasim video tjetër. Ajta.